mund të hasë në informacionin për arsye se dy oficerët të UDBA-s, të cilët janë dënuar në Gjermani për vrasjen e Stjepan Gjerakovicit, një emigranti kroat. Ata kanë qenë udhëhes të operacioneve të jashtme, ku është vrarë edhe Jusuf Gërvala, Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvala. Dhe Zdravko Mustash dhe ai tjetri nuk më kujtohet tash emri. Ata kanë qenë të SDB-s kroate. Po, sigurisht. Fadil, ju keni qenë, thua edhe më herët, shërbim informativ të Republikës Kosovës, konkretisht të kryeministrit Bukushi. Me siguri një taku me Bukushin? Po, jam taku. Edhe, po besoj që jeni ndjeni edhe për atentatat e pas luftës të eksponentëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës? A ka pas gresht në të UDB-ja? I gjithë aktiviteti i ofanziv i shërbimit inteligjente sërbe në drejtim të shqiptarëve, historikisht, ka qenë përçarja. Ka qenë përçarja. Dhe ky aktivitet ka qenë vazhdimsi edhe në para se të shlirojë Kosova, edhe gjatë viteve të 90-ta, po edhe pas viteve të 90-ta dhe vazhdon edhe në ditët e sotme. Prandaj, unë jam i tharë i mendimit se në të gjitha punë të këqija që i ka ndodhë këtij populli dhe këtij vendi të shumë vujtur, kanë pas gisht shërbimet inteligjente sërbe. Edhe në vrasjet e eksponentëve të LDK-s? Natyrisht. Vrasjet janë bo me qëllim të futjes në konflikt, futjes në luftë vllavrase mes partive politike, mes shqiptarëve. Kjo ka qenë ideja. Natyrisht se këto gjëra dikush i ka bërë në emër të patriotizmit. Natyrisht se këto gjëra dhe kështu bëhen. Mirë po, fatkeqësia është se ato kanë ndodhur. Fatkeqësia është se janë lëndu shumë familje. Sigurisht. Shqiptarë janë lëndu shumë procese. Shumë procese. Do thotë Kosova do të ishte pak më ndryshe. Nëse nuk të ekzistonin. Nëse nuk do të ekzistonin. E vërtet. Fatkeqësisht eksponent caktuar politik nuk kanë qenë në nivel për të kuptuar se kjo punë është nga kjo vi. Kjo punë vjen nga Po atentatët ndaj presidentit Ibrahim Rugova? Nuk ka se si mos tjetë kjo vi. Nuk ka, ato kanë mund të bëjnë djemë me idealet